shtetit shqiptar dhe shqiptarëve në përgjithësi në drejtim të bashkëpunimit me Europën. Mirë, do doja edhe, duke qenë se edhe shumë pak minuta kemi në dispozicion, do doja të shfrytëzoja pak doktor Demaj, me që kemi nga Kosova dhe nga Prishtina, ju përmendet që ishte Instituti i Historisë kishte festuar 44 vjetorin. Megjithatë, nuk e di se si mund të ketë shkuar rruga e këtij instituti duke ditur pikërisht se çfarë ka kaluar Kosova dhe natyrshëm edhe ky institut. Rruga ishte shumë e vështirë, sepse persekutimi i punonjësve shkencor të Institutit Historisë dhe të institucionit në përgjithësi, sidomos në vitin 1981 ishte jashtëzakonshëm, sepse Instituti në Historisë e konsiderojnë si të qerrë të nacionalizmit dhe separatizmit shqiptar, tekstualisht thuaj kështu. Pastaj ishte përndjekur politikisht dhe ishte denoncuar dhe ishte linçuar. Njëri nga historianët më të njohur jo vetëm nga Kosova, po besoj që ai hyn në mesin e historianëve më të mirë është shqiptar, ishte akademik Ali Hadri, që në Kosovë njëjtë dhe si themeluesi i historiografisë. Domethënë ata e eliminuan Ali Hadrin politikisht dhe profesionalisht, sidoqoftë studentët e Ali Hadrit vazhduan atë. Ata të cilët sot domethënë ne i konsiderojmë si mosha më e pjekur e institucionit. Ata vazhduan punën e tij me gjithë problemet që kishte për të ardhur kështu deri tek vitet e 90-ta. Pas suspendimit të autonomisë së Kosovës, institucioni i parë që është mbyllur është institucioni e Institutit i Historisë, sepse Serbia gjithmonë piketonte këto institucione të cilat i konsideronte kombëtare, sepse i vlerësonte si qerrë të nacionalizmit shqiptar. Pavarësisht se Serbia e mbylli në vitet 90-ta Institutin e Historisë Kosovës, punonjësit shkencor të institutit vazhduan punën e tyre kërkimore shkencore në kushte dhe rrethana të jashtëzakonshme. Instituti i Historisë funksiononte në objekte private, sidoqoftë gjatë viteve 90-ta duhet vënë në spikam këtu rolin dhe kontributin e Institutit i Historisë Tiranës, i cili me të gjitha kapacitetet që ka pasur qoftë infrastrukturore, qoftë akademike, ka ndihmuar Institutin e Historisë Kosovës në mënyrë që të mbajë ai kontinuiteti dhe të mos ngelej ashtu. Janë bërë studime shumë të mëdha, sepse njerëzit në periudhat e viteve 90-ta, sidomos në Kosovë, kanë fjalën ishin shumë solidar, dhe kishte edhe biznismen dhe njerëz të cilët jo që ishin shumë të pasur, po solidarizoheshin dhe kontribonin, domethënë, në bërjen publike të... Së fund me ka ardhur dhe Breziri, i historianëve dhe i doktorëve në këtë fushë. Mirë, unë ju falenderoj vërtet shumë që ishit në studio, urime për konferencën dhe suksesin e saj. Faleminderit doktor Kurti që ishit në studio. Faleminderit edhe ju doktor Demaj, tani e gjetët rrugën. Jeni të mirë pritur të jemi sërish së bashku. Faleminderit edhe një herë. Ishte kënaqësi për prezantimin. Faleminderit dhe ju. Faleminderit dhe ju të dashur miq që qëndruat në shoqërinë tonë deri në këtë moment. Ne do të rikthehemi përsëri nesër në të njëjtën orë, drejt për drejt në televizionin shqiptar. Mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim.